shumë. Por, bie që brenda këtij viti, prandaj këtë është çështja. Dhe natyrisht, në këtë situatë, kur s'ka akoma qeveri të plot, zoti Kryezi, çështja që po diskutohet shumë është çështja e buxhetit, miratimit të buxhetit. Sot kishte mbledhje kryesia e kuvendit. Aty s'pati fare dakordim për një seancë. E kam cek disa herë, do të thotë situata ka filluar të jetë jashtëzakonshme momentin kur nuk është zgjedhur kryetari i parlamentit me herën e dytë. Prej atij momenti situata ka qenë e jashtëzakonshme, e pashpallur, dhe sot e kësaj dite situata është e jashtëzakonshme, duke pasur parasysh se buxheti është një prej segmenteve tepër të rëndësishme të funksionimit të shtetit. Andaj në fillim thashë është fort e zakonshme. Unë e konsideroj se kryetari i parlamentit duhet ta thrasë një mbledhje të parlamentit, ta shka legitimitet dhe legalitet të plot, dhe të zgjedh trupat parlamentare, që janë grupet parlamentare, kryetarët e grupeve, dhe të zgjedh komisionet e përhershme. Në mesin e komisionet e përhershme është edhe komisioni për buxhet dhe financa, edhe atëherë fillohet një iniciativë ose nga presidentja, ose nga 10 deputet që të aprovohet ligji për buxhetin, i cili nuk dën më shumë se 61 vota. Kështu që partitë politike, nëse kanë një vullnet të mirë dhe e shprehin atë vullnet politik, atëherë ka mundësi se unë në të mirë e Kosovës. Përndryshe, kjo krijon situata të pakapërcyeshme dhe situata absurde, ta quaj kështu, në të cilën më siguri se Kosova do të kishte me humbur shumë. Pra, si që thash, sot kishte mbledhje kryesia e kuvendit, nuk pati fare dakordim. Dhe ju thoni që kryetari i kuvendit, kryeparlamentari, Dima Albasha mund ta thrasë seancën e jashtëzakonshme. Po. Por kush ta hartoi buxhetin për vitin e ardhshëm? Kjo është pyetja e madhe, zoti Kryezi, nga që ligji për qeverinë thotë diçka tjetër apo jo? Dëgjoj, iniciativat parlamentare mund t'i marrin disa subjekte, mesin e tyre është edhe presidentja, është grupi parlamentar, është kryeministri, qeveria, e kështu me radhë, edhe deputet. Kështu që në këtë situatë që është jo e zakonshme, atëherë unë kisha konsideruar që edhe deputet me marrë këtë iniciativë bashkë me Komisionin për buxhet dhe financa dhe me kriju një projekt buxhet i cili do të kalojë në parlament dhe ai do të votohet. Por s'kishte vullnet politik, pra, as mbledhjen e kryesisë, i pam qëndrimet e subjekteve politike, PDK-s, LDK-s, AK-s. Të gjitha këto situata që kanë ndodhur, nuk ka pas probleme të karakterit kushtetues dhe të karakterit të rregullores, por karakterit politik, në të cilën nuk është shpreh vullneti i duhur dhe nuk ka qenë të gatshëm që të shkojnë situata më përpara. Kështu që këto kanë qenë me vedije të plotë dhe kanë krijuar kësaj gërçe, të cilat kanë krijuar tensione të brendshme dhe të jashtme. Dhe kush ka humbur si në mënyrë kumulative në këtë kohë, vetëm ka humbur Kosova. Nuk është shkel as kushtetuta, as rregulloria, por shkel Kosova. Kështu që ata duhet me pas një vidije të lartë kombëtare edhe shtetënore se duhet me funksionu parlamenti, se nuk mundet për shembull kemi mbi 80.000 shërbëes civil. Nuk ka, është absurditet që domethënë shërbëes civil mos mund t'i marrin pagat, domethënë deri në shkurt e kështu me radhë. Kështu që ata duhet të bëjnë diçka të rëndësishme këtë dhe mund të mbledhen mbi 80 deputet, mesin e tyre që janë 100 deputet shqiptar, por mund edhe minoritetet se ajo vlen edhe për minoritet dhe ta krijojnë, ta hartojnë një ligj mbi financat, domethënë për buxhetin dhe financat.